mbrëma, dashur zonja dhe zotëri, dashur motra dhe vëllezër. Ju falenderoj nga zemra që keni ardhur sonte. Ju jam thellësisht mirënjohës pasi e di që nuk është e lehtë në gjithë Shqipërinë, por pa diskutim që nuk është e lehtë as në Berat për shkak jo vetëm të përballjes me një regjim, por nuk është e lehtë të flasësh demokratëve pas 13 vitesh opozit. Kemi shkelur këtë periudhë thuajse çdo plëm të Shqipërisë dhe kam parë të njëjtën skenë, të njëjtën zhgënjim nga politika në çdo cep të Shqipërisë. Është e vështirë të flasësh para qytetarëve për politikë sot, të flasësh për vlera, për përgjegjësi, të flasësh për sakrifica, sepse duket sikur shoqëria shqiptare është futur në një kafaz. Dhe sonde jemi mbledhur pikërisht për këtë, jo thjesht për të folur për politikën, por për të folur për fatin e Shqipërisë. Për të folur për vendin tonë të bekuar që sot është më i lodhur se kurrë, për një vend ku shpresa është bërë shumë e rrallë se sa zhgënjimi, për një vend ku të rinjt nuk pyesin më si mund ta ndërtojë jetën këtu, por pyesin përditshëm se kur është momenti që të iki dhe të largohen. Dhe kjo është tragjedia më e madhe që ka sjell ky regjim. Sepse kur rinia ikën, gjithçka fiket kudo në botë dhe nuk mund të bëjë përjashtim as Shqipëria. Dhe kjo nuk është Shqipëria që meritojnë qytetarët shqiptarë. Shqipëria që sundohet nga një gënjeshtër e madhe, me shtetin që është bërë pronë private, me ekonominë që kontrollohet nga 2-3 duar, me institucionet paafta dhe të korruptuara, me politikanë që mirë përgjegjësi, por që duket që as dashuri dhe ndjeshmërinë më të vogël nuk e kanë për vendin. Duket sikur gjithë qytetarët janë lënë vetëm përballë pasigurisë si jetim. Këtë ndjejmë gjatë takimeve tona, këtë ndjen çdo qytetar në shtëpitë e veta, në familjet e veta, në lagjet e veta. Një ndjenjë e thellë braktisje që ka kapluar Shqipërinë. Motra dhe vëllezër, Shqipëria po zbrazet nga dita në ditë dhe këtyre që qeverisin nuk u vjen as turp. As nuk skuqen dhe as nuk zverdhen, por dalin si të pacip, duke qeshur dhe duke u krenuar me vjedhjet e radhës, me abuzimet e radhës, me shkretimet e radhës. Një maskarallëk me përmasa historike po ndodh sot në Shqipëri. Në çdo cep Shqipërisë kemi takuar demokrat, qytetar të lirë, madje edhe socialist, të cilët të gjithë bashk po t'i pyesësh nuk flasin asnjë fjalë të mirë për këtë qeveri, asnjë fjalë të mirë për Edi Ramën. Shqiptarët e kanë humbur besimin tek qeveria aktuale dhe kanë të drejtë. Të gjithë e dinë që kemi një qeveri që nuk jeton me hallet e njerëzve, që nuk njeh realitetin e familjes shqiptare. Çfarë garancish jep kjo qeveri për një krye familjar që ngelet pa punë, për gratë shtatzana, për fëmijët që shkojnë në shkollë? Si do rriten familjet me këto shërbime mizerabël, me shëndetësi pa mjek, me arsim pa mësues? Por në fund të ditës, çfarë lehtësie i ka ofruar Edi Rama shqiptarëve në këto 13 vite? A di kush t'i jap një përgjigje se cila është e mira që ka sjellë qeveria e Edi Ramës? Se qeveria këtë punë ka, të ofrojë shërbime, të sigurojë infrastrukturë, të mbrojë jetën, pronën, familjen, e të jetë një garanci për ditë këqija. Po çfarë kanë bërë këta? Vetëm rëndesë, mashtrim dhe degenerim total i të gjithë shtetit. A i keni parë ministrat edhe funksionarët e Partisë Socialiste që ngjahen si sheik? A i keni parë se si janë shkrirë me krimin e ecin në mes të pazareve krah për krah me ta? Përse këtu do t'i rrisin qytetarët shqiptarë, fëmijët e tyre në këtë klimë, në këto kushte? A keni patur në njëri nga ju njerëz të smur? A i keni çuar në spital? Largo zot, për të gjithë qytetarët shqiptarë është tragjedi për pacientin, tragjedi për familjen, por edhe një tragjedi financiare. Çdo gjë me para, vetëm kredia apo borxhat i bëjnë ballë. A i keni parë se si bien rrugët e reja të ndërtuara me miliona euro, rrugët e Florinta? Kanë vjedhur edhe ekurin, këta të babzitur, duke menduar që nuk do bjerë as shi, që nuk do ketë as rrëshqitje dhe që do të mbeten betoni vetëm si muroj përballë korrupsionit të tyre, duke rrezikuar jetën e qytetarëve çdo ditë, në çdo rrugë të re. A i keni parë se si e shtrëngojnë administratën dhe sipërmarrjet me bukën e gojës? I mbajnë të lidhur për të mos i lënë të lirë, për të jetuar dhe për të vendosur, siç ata mendojnë që është më e mira. Shkurt,
kjo, të nderuar miq, nuk është qeveri që përfaqëson interesat e qytetarëve shqiptarë, është një qeveri e papërgjegjshme, që nuk jep llogari për asnjë gjë. Një qeveria i dute që trajton shtetin si plaçk lufte, sikur t'ia ketë fal baba e vet. Një qeveri që ka dëbuar shqiptarët dhe që po kthehet në një dramë ekzistenciale tashmë për Shqipërinë. E patë se si këto ditë kanë propozuar, Edi Rama ka propozuar ndryshimin ligj, jo për t'i sjellë në mirë qytetarëve shqiptarë, jo për të kujdesur për dhjetra dhe qindra familje që familjarët e tyre përballen me gjykime të padrejta dhe me gjyqe të padrejta dhe që kanë përfunduar burgjeve për gjëra elementare në këtë vend, ndërkohë që Edi Rama ndryshon ligjin për t'i garantuar vetes vet ministrave dhe drejtuesve më të lartë të shtetit garanci që të mos preket nga spaku. Por miq, duhet ta themi të vërtetën deri në fund. Edhe ne kemi qenë ndryshe më parë dhe duhet jemi ndryshe si Parti Demokratike edhe tani. Në raste si këto e ndryshimeve të ligjit në mënyrë të njëanshme për të mbrojtur autokraten dhe jo për interes publik, kohë më parë në Partinë Demokratike për të ndarë shqetësime të këtyre përmasave, jo në kohë të largët, ne thërrisnim për takim të gjithë ambasadorët e Bashkimit Evropian, apo të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo të Britanisë Madhe për të ndarë shqetësimin e publikut shqiptar, por edhe të opozitës në Shqipëri, për çfarë ndodhte me demokracinë në Shqipëri. Sot, fatkeqësisht, në Partinë Demokratike as nuk hyn edhe as nuk del asnjë ambasador. Sepse është e vërtet si drita e diellit që qeveria dhe gjithë politika në fakt është e lodhur, e konsumuar, e korruptuar, e komprometuar dhe kështu shihet nga njerëzit. Por ndryshimi nuk vjen vetëm sepse qeveria dështon. Ndryshimi vjen vetëm kur opozita bëhet e denjë për ta udhëhequr ndryshimin. Dhe këtu fillon përgjegjësia jonë, përgjegjësia e çdo demokrati, përgjegjësia e leadershipit të Partisë Demokratike. Sepse Shqipëria nuk mund të shohë kurrë nëse Partia Demokratike nuk ndryshon më parë veten e vet dhe këtë na e kanë treguar zgjedhjet nga viti në vit. Kjo është e vërteta dhe nëse shumë kush mund të ketë frikë ta thotë nga leadershipi, demokratët kanë guximin për të thënë vërtetat ashtu siç janë pa pasur frikë, me guximin dhe kurajon që i karakterizon. Sepse Partia Demokratike është partia që solli lirinë në Shqipëri, është partia që rrëzoi diktaturën, është partia që solli pluralizmin, është partia që i dha shqiptarëve dinjitet. Po sot ka përfunduar fatkeqësisht me një leadership që në vend që të merret me përballjen me të vërtetat që shqetësojnë demokratët, çon mesazhe në çdo cep të Shqipërisë që takimet e demokratëve organizohen nga krimi, duke quajtur çdo demokrat që mendon që Partia Demokratike duhet të jetë fituese, duke quajtur kriminal.